Edhe po më këshyr, heq mu ati, ajo ka menu që jam... Një sen shumë i bukur bashkë me Ulqinin. Po du m'ja nisë prej takimit tënd bashkë me Gjerin. Po, kom qenë student i Zagrebit atëre dhe visha më pushime ka 3 mujtë tonë kohën. Unë qenë pa 3 mujtë ditë kur s'kom nejtë. Sa kom qenë, kur kom pas mundësi. Pa. Edhe dola një ditë në plazh atje me djalin e Axhës edhe e shoh krejt plazha ish këthy ka një e këshyrshin një femër. Edhe ja nisë me këshyr edhe une. Adin, edhe a ishte nana e Gjerit me Gjerin, edhe sa dullim prej ujit edhe ja mon të Havlin, nana e Gjerit, edhe më ka vrejt që po shikojmë na, dhe unë isha me djalin e Axhës, edhe i ka, mas nejtë, do më thonë, kur kemi nejtë, i ka thonë Gjerit shiko, po të shikon a i djali hishëm atje. Edhe Gjeri u këthy kështët. Edhe po më këshyr, heq mu ati, ajo ka menu që jam malazes, do më thonë, heq mu ati, tha se son dhe me këtë mëna me shqiptar. Edhe, do më thonë, kur gjo, mu andej, nuk kemi taku, ka shku një 20 ditë për mdohe. Unë se kom ditë, ajo, Gjeri kishte qenë shoqe me motrën time. Okej. Edhe atë herështoj prej Ulqinit i ka një 10 kilometra, edhe ka qenë problemi transportit, edhe unë vështit qa, do më thonë, makinë atëre, pa leje. E më tha, po na qënë deri në Ulqin. I thash, okej, edhe unë tash me motrën, po i presim shoqet e motrës teme. Kur po vjen ajo bukuroshja e plazhës. Edhe, do më thonë, mas nej kur jemi pa, në retrovizor këtu të është këshyr tonë konë. Një që s'kom bona i ndeshje me kjerë të konë të këshyr Gjerin, edhe mas nej thash motrës teme. Ajo shoqeve të më pëlqeje. Edhe do më thonë se Bepi ko ka Merita. Merita, se për ndryshe vovakis ishim taku. Do më thonë, kejta, a përshë që këtë jeta është rastësi edhe me rastësi me bohen senet e mdhaja.